Përshëndetje të nderuar teleshikues të Report TV, mirë se vini në Frontline Interview, si çdo marrë të mërkurë në orën 15:30 jemi së bashku në transmetim të drejt për drejt me mua Marcela Karapanço dhe çdo të njëjtë në orën 21:00 me debatin dhe aktualitetin politik të javës. Kemi folur për gjatë gjithë kohës për politikën, për drejtësinë, por nga ana tjetër sot do të ndalemi po prap tek politika, por e parë në një rrafsh social, se si dhe sa në fakt ndikon politika në jetën e të rinjve, të miturve, adoleshentëve, rinis në përgjithësi, duke nisur nga vendimarrja që ajo merr, siç është ajo e TikTokut, ku vetëm pak ditë më parë qeveria ka vendosur pas një viti pezullimi le të themi të përdorimit në Shqipëri, ta rikthejë atë përmes disa filtrave. Sa dhe si do ndikoj rikthimi i TikTokut, ku ka pasur shumë pro dhe kundër pikërisht për aksesin në këtë rrjet sociale, nga ana tjetër. Ana tjetër do të shohim edhe në fakt se si politika her pas here përdor në vijën e parë në frontline-in e protestave të tyre, përdor edhe të miturit. Të gjitha këto nga një këndvështrim tejet special ai sociologut Gëzim Tushet, të cilit doja t'i uroja përshëndetje dhe mirë se ardhje në Frontline. Profesor, përshëndetje, është kënaqësi, mirë se vini. Faleminderit Marcela, faleminderit për ftesën. Faleminderit. Me shumë dëshirë do doja të bisedonim së bashku për një këndvështrim të politikës pak më ndryshe në rrafshin social, siç është vendimarrja për shembull e qeverisë për të rikthyer me filtra kthimin e TikTokut. Sa dhe si mund të ndikojë në anën sociale të rinjve, të adoleshentëve, ky vendim tashmë kur pati kaq shumë debat për një vit, ku ne i dim gjithë situatat që kanë ndodhur dhe tashmë rikthimi me filtra. Sa do të jetë i vlefshëm? Po, është e vërtet që u bë një debat i gjerë social në rrjetet sociale, po dhe në media, lidhur me vendimin e qeverisë masën drastike për të ndërprerë TikTokun, duke konsideruar atë si një masë preventive për të ndaluar efekte toksike dhe problemet e tjera që shkakton në marrëdhëniet midis të rinjve, siç duke menduar që është një nga shkaqet kryesore të zgjerimit të sjelljeve asociale, të kriminalitetit, bullizmit, ngacmimeve dhe të formave të tjera që janë shoqëruar edhe me akte kriminale, me kriminalitet minor, madje në ndonjë rast edhe me suicid, me vetvrasje. Pra, në një farë mënyrë TikToku dhe rrjetet sociale u menduan dhe u trajtuan si kokë turku për të veshur të gjitha përgjegjësitë që ka problematikën që ka adoleshenca të rinj, por në përgjithësi edhe qytetarët e moshës më të rritur, sepse natyrisht, siç e dini, ky eksperiment i madh i rrjeteve sociale tani më e ka sjell botën në një situatë tjetër, siç thonë sociologët, jemi në kushtet e një revolucioni të katërt, kur jetojmë në një lloj biosfere, në një biosferë të cilët është një shoqëri e tërësisht e informacionit, ku rrjetet sociale, përfshirë dhe TikTokun, por dhe gjitha format e tjera alternative, janë të dobishme për të siguruar në lidhjen midis njerëzve. Në fakt, unë që në fillim që atëherë kur doli vendimi i qeverisë jam shprehur kundër, sepse jam partizan i tezës që nuk është e drejtë, nuk mund të bëjmë ne shkaktar të situatave dhe problemeve sociale që kemi rrjetet sociale. Teknologjia nuk ka faj teknologjia, ka faj etika, mënyra se si ne e përdorim atë. Dhe aktualisht vendosja me këto filtra, profesor, a mund të jetë realisht një lloj kontrolli apo kemi të bëjmë me fasad? Pra, u kalua me VPN-t edhe u përdor TikToku edhe për gjatë një viti, pra është një lloj dorëzimi që bëhet në këtë rast, thjesht duke u justifikuar pas disa filtrave, realisht do funksionojnë? Unë e kam thënë dhe them pra përsëri që interneti nuk mund të fiket, dhe rrjetet sociale nuk mund të kontrollohen me mjete mekanike. Ideja e ndalimit është një formë e vjetër e edukimit që bazohet tek mos. Bile sikur se dini sa më shumë e bëjmë një gjë të ndaluar, aq më shumë ajo bëhet e dëshiruar. Dhe aq më tepër sidomos kur është fjala për të rinj dhe adoleshentët, të cilët e kanë në ADN-n e tyre idenë për të reaguar në mënyrë për të kontestuar rregullin, disiplinën, masat drastike, mohimin, ndalimin e tjerë, sepse kjo është mosha që ka vetë vlerësimin e saj të madh, është mosha e guximit, e aventurës, që nuk do t'ja ditë se çfarë masa merr qeveria. Kështu që në këtë pikpamje unë do të thoja që në vend që të shikojmë problemin në mënyrë metafizike, nëpërmjet ndalimit apo vendosjes së filtrave, e cila mund të ketë, po është një përpjekje e sforcuar, jo për ne, por kjo është një përpjekje e sforcuar dhe për vende të tjera të rëndësishme të Bashkimit Evropian që kanë kapacitete të ndërtuara teknologjike për ta realizuar ndoshta një gjë të tillë. Jo më ne që nuk besoj që
i kemi këto kushte. Dhe fiks në atë që unë doja t'ju pyesja, që a është ky një realitet digital që nuk mund të mbyllet apo të vjet në fre apo në kontroll dhe thjesht ne bëjmë ato përpjekjet si qeveri për të, le themi, minimizuar aq sa mundet. Është një mjek pediatër amerikan i cili ka dhënë një batutë që është paradigmatike sipas mendimit tim. Ai thotë që krijuam rrjetet sociale, internetin dhe celularët të përbindësh, thotë, dhe tani nuk kemi më në gjendje që ta kontrollojmë. Nuk jemi më në gjendje që ta kontrollojmë, ta bëjmë zap. Po ka një mënyrë tjetër, ka një mënyrë humane, ka një mënyrë etike. Gjithë debati, mendoj unë, duhet marrë karakter etik. Domethënë, çështja është si mund të ndihmojmë kulturalisht që të rinjt të mos ta përdorin, të mos të përdorin rrjetet sociale apo TikTokun për qëllime të tilla toksike. Sepse është e vërtet që fakti që të rinjt e sotshëm janë të lidhur jashtëzakonisht shumë me rrjetet sociale, kjo ka bërë që në vend që të jetojnë në botën reale, ata janë futur në këtë fushë. Janë futur në filtra apo jo? Jetojnë në një botë surreale dhe sa i bën përdorimi këtyre rrjeteve impulsiv dhe agresiv. Kjo është shumë e rëndësishme për ta diskutuar dhe për ndërgjegjësuar. Po pra, domethënë ideja është që duke qenë se kjo fushka virtuale ku janë të rinjtë dhe ata janë pjesa kryesore konsumuese e lidhjeve nëpërmjet internetit dhe nëpërmjet TikTokut dhe formave të tjera. Por problemi është që numri i tyre po rritet në mënyrë të jashtëzakonshme. Ka një statistikë dhe nëse në vitin 2013 vetëm 1/3 e të rinjve ishin të lidhur, po është statistikë globale, jo e Shqipërisë, ishin të lidhur në internet dhe përdornin TikTokun edhe rrjetet e tjera sociale. Tani më besoj shifra ka vajtur në përmasa të jashtëzakonshme. Kështu që kjo lidhje e të rinjve ka gjërat e mira pa diskutim dhe ne nuk mund t'i mohojmë se s'duhet shikojmë vetëm anën e errët, po duhet shikojmë dhe anën e ndritur të këtij revolucioni teknologjik. Po informimi ka lidhje, patjetër ka dhe anët pozitive, por problemi është se si përdoret apo keq përdoret, se mund përdoret për iniciativa të mira që mund të jenë edukuese, që mund të jenë informuese, pra ka shumë arsye, por pse ka një tendencë që rinia të përdor pjesën negative dhe jeton në një realitet përmes filtrave të TikTokut që ka një përkthim tjetër që ndikon dhe tek identiteti i tyre në të ardhmen. Shikoni, në fakt të rinjt janë të lidhur në mënyrë të jashtëzakonshme me rrjetet sociale. Dhe këto kanë bërë që marrëdhënia e tyre me rrjetet sociale të jetë një marrëdhënie patologjike, sepse natyrisht nëpërmjet këtyre rrjeteve ata sigurojnë edhe komunikimin kur duhet ta sigurojnë atë, por në fakt të rinjt e sotshëm po ndjejnë, përveç se komunikojnë, po ndjejnë një lloj izolimi social. Sepse nëse në pamje të parë duket virtualisht sikur lidhjet midis të rinjve janë shtuar, në të vërtetë kur vjen fjala për marrëdhëniet reale midis tyre, ata po thua jetojnë në shoqërinë o të njohje dhe të kufizuara ose në shoqërinë e të panjohurve. Po realisht, a nuk duhet që të filloj hap pas hapi hallkën sepse ky celular lejohet në shkolla? Absolutisht mendoj kështu, problemi është kompleks. Së pari një herë dhe mbi të gjitha është sepse çështja është te karakterit etik. Kjo ka të bëjë me atë që ne e quajmë deontologjinë e përdorimit të teknologjisë së informacionit nga të rinjt e sotshëm. Këtu defekti i parë për mendimin tim është i lidhur me institucionet kryesore të sigurisë morale, sikurse është familja. E para mëkati më i madh për këtë përdorim dhe për të keq përdorim apo për përdorimin toksik të celularëve dhe të internetit është familja, e cila në një farë mënyrë ka hequr dorë. Ka psikologët tonë që ka mosha të caktuara që kanë të bëjnë me kompatibilitetin e përdorimit të teknologjisë dhe të informacionit. Në moshën 0 deri në 3 vjeç nuk duhet ta prekin fare dhe s'duhet të kenë asnjë lidhje me sistemet e komunikimit virtual. Mirë, po ju e keni parë, shkoni në këto kafenet apo restorante ku janë prindrit dhe të gjithë fëmijët e moshës 3-4 vjeçare do t'i gjeni me celular në dorë duke naviguar sipas dëshirës së tyre. Dhe kjo bëhet sepse duhet të heqin dorë nga përgjegjësia prindërore, me qëllim që për të shmangur vështirësitë e bindjes së fëmijëve për të mos i përdorur ato, e para. E dyta, nga mosha 6 vjeçare deri në moshën 14 vjeçare duhet të jetë i përdorur nën suverenitetin e prindrit ose të mësuesit. Pra në një farë mënyrë duhet ndikuar që çfarë duhet shikosh dhe çfarë nuk duhet shikosh. Sepse në fundit kjo është një epidemi, ky është një lloj kanceri social që ka kapur e ka mbërthyer të gjithë shoqërinë shqiptare.
Dhe këtë të keqe, dhe kjo patologji që toksike, nuk ka kapur vetëm fëmijët, adoleshentët dhe të rinjt, apo jo. Po na ka kapur edhe neve, nëse të rinjt e sot kalojnë 7 orë në ditë që navigojnë në rrjetet sociale. Vetëm scroll. Po, pra, ose sipas një studimi që kam lexuar kohëve të fundit, vajzat janë që bëjnë 80 mesazhe në ditë, meshkujt bëjnë 30 mesazhe në ditë. Po 80 mesazhe në ditë. Vetëm që ti shkruash apo jo, do një kohë të madhe. Po mirë, po këto mesazhe nuk janë neutrale. Dhe jo të gjitha janë miqësore, disa prej tyre janë toksike. Dhe jo të gjitha janë po jo, marrin edhe pak më shumë inspirim. Absolutisht. Kështu që ky vaniteti i përdorimit, domethënë pa qëllime, duke e përdorur të shkthyer interneti dhe këto rrjetet sociale janë kthyer tamam në një lloj insuline me të cilën fëmijët të rinj dhe adoleshentë djegin kohën e tepërt. Dhe nuk se e përdorin për qëllime utilitare dhe dobishme. Si çdo liri tjetër, profesor, kur abuzohet, nuk të kthehet në të mirë të saj. Kthehet në bumerang, jep kundër efekte. Pa diskutim, dhe është e vërtet kjo që po thoni ju, që fakti që kemi një ulje të moshës së fillimit të aktivitetit kriminal të moshës minor. Her pas here kemi pasur ngjarje në shkollë që janë bërë krime, janë bërë vrasje, janë bërë vetë vrasje për shkak të bullizimit nëpërmjet rrjeteve sociale. Ne kemi viktima adoleshent dhe pikërisht rasti Martin Canit është një nga shembujt që edhe për një fjalë goja apo për një fjalë të shkruar në rrjetet sociale ka jetë njerëzore që nuk jetojnë më. Marcela, kemi gjithë ato të rinj dhe të fëmijë që janë izoluar, që nuk pranojnë të vënë në shkollë, që rrinë pa gjumë, janë të shqetësuar, pikërisht nga efektet bombarduese të këtyre të rrjeteve sociale, të cilat përdoren, domethënë, të gjitha format të egoizmit, egocentrizmit, narcisizmit, të gjitha këto qarkullojnë si limf në rrjetet sociale, dhe të cilat kanë efekte helmuese në jetën e fëmijëve, të rinjve e të adoleshentëve tanë. E qartë. Mirë, përmendët pak, profesor, edhe pjesën e minorenëve të cilët kryejnë krime apo vepra penale, dhe dua të ndalemi tek një tjetër shfaqje apo anë medalje së politikës që mbledh rreth vetes apo i afrohen apo i lejon, nuk e di, mund ma thoni ju edhe si profesionist, për të mitur në protestat, të cilat së fundmi kanë qenë dhe janë reaguar si të dhunshme, kanë qenë të shoqëruar, kemi pasur rastin edhe të shoqëruar nga policia të 12 apo 13 vjeçarit, pra duket që ato kthehen në vijën e parë të sulmit ndaj uniformave të policisë, ndaj shtetit në protestat të cilat ne i kemi parë. Në teori, pra përdorimi i të miturve, që të cilët vendosin kapuç, që hedhin molotov, por që janë në moshën 18 vjeç dhe që ligjërisht kanë një penalitet pak më të ulët, le të themi, se sa ata të cilët mund të jenë mbi 18 vjeç, pse ndodh ky fenomen në shoqërinë shqiptare dhe si politika i përdor apo i keq përdor këta të rinj? Shoni, politika shqiptare ka plot anomali, ka shumë patologji, ka shumë shqetësime të brendshme, sikurse e dini. Politika tek ne ka filluar të bëhet një mall që konsumohet shpejt, por që është bërë i papërshtatshëm për njerëzit, dhe njerëzit janë të mërzitur nga kjo tipologji politike, nga kjo klasë politike, nga ata që janë në bordin e shoqërisë, një pjesë prej tyre për shkaqe personale, një pjesë prej tyre për shkak të nivelit kulturor, për shkak të një nivelit të militantizmit banal që shfaqet në jetën e tyre të përditshme, po besoj që gjëja më e rëndë që mund të jetë dhe më e papranueshme është përdorimi një si lëndë e parë militante e fëmijëve, madje edhe adoleshentëve në protesta apo edhe në veprimtari politike kur zhvillohen. Dhe ju e keni parë edhe në fushatat elektorale, prindrit ku diun, nxjerrin fëmijët që u çojnë tufa me lule apo të shkojnë fëmijët që i përqafojnë, fëmijë që janë në një moshë që s'kuptojnë asgjë nga politika. Unë pas që parë në media, në këto titrat, që ishin rreth 7-8 minorenë të cilët janë me detyrim paraqitje. Në të vërtet, unë mendoj që është krejtësisht e gabuar dhe ata 7-8 djemë, edhe pse mund të kemë bërë ato veprime që mund të jenë veprime të dënueshme, apo të dënueshme dhe penalisht, unë them që ata janë viktima. Ata nuk janë fajtorë. Pra të përdorur apo të ndërgjegjshëm? Këtë duam të ndajmë si të pjesë sociale. Nuk mund të shikoni, adoleshenti është në moshën e aventuritetit, do me thënë në moshën e guximit. Merë përsipër të bëjë gjëra që s'ta merr mendja. Por i merë këto gjëra i nxitur, nuk adoleshenti mund të shfaqë shenja guximi të marrë, apo shenja arrivizmi në marrëdhëniet me moshatarët e tij. Dhe sikur se e dini,
adoleshentët për shkak të kontradiktave të brendshme grinden me veten, grinden dhe me tjetrin. Por, ti përdorësh ata janë absolutisht qenie të instrumentalizuara nga politika. Dhe këtu mendoj unë, në vend që të marrin rreth 8 fëmijë e të kërkojnë në polici të paraqiten në prokurori një herë në muaj, mirë do ishte të marrin ata politikanët që i morën me vete, ata këtë do të pyesja, duhet të ketë përgjegjësi morale dhe penale për ata të cilët i mbledhin? Absolutisht. Absolutisht. Shikoni, aty duhet të ketë është e mundur që të ketë një kordon sanitar, se ata fëmijët nuk kanë nga qielli. Aty në përkëmbët e politikanëve ishin aq më tepër kur ata bënin veprime të tilla duke përdorur bombat me molotov. Dhe të dytët që duhen marrë në përgjegjësi penale në këtë rast janë prindrit e tyre. Sepse në një farë mënyrë është një defekt edukativ. Do e mos mo, po të jetosh në një familje militantësh të tërbuar që përdorin fjalë të ashpra ndaj kundërshtarëve që thonë ata duhen vrarë, duhen prerë, duhen therrur, duhen zhdukur, duhen kështu etj. Po ashtu do bëhen fëmijët. Dhe natyrisht fëmijët të iniciuar janë të nxitur në këtë rast, agresiviteti i tyre impulsiv është i injektuar o nga familja o nga elita politike. A mësojnë kështu, a ka risk, profesor, që të rinjt, adoleshentët të mësohen që dhuna është gjua e komunikimit, pavarësisht se ai është kundërshtar politik, të jetë vetëm kjo mënyrë, dhuna? Po patjetër, dhe ne kemi 35 vjet që kemi një politik të ashpër, një politik me gjuhë të drunjtë, një politik që përdor të gjitha mjetet, vetëm mjetet politike i përdor në mënyrë të kursyer, kurse mjetet e tjera dhe ç'është e vërteta, pikërisht ky neurotizmi, këto grindjet, kjo dhunë, ky maskilizëm që ushtrohet në aulën kryesore të edhe gjuha në parlament, zyrtare, edhe kudo tjetër në protesta, po. Të gjitha këto injektohen në shoqëri. Dhe po të vini re, shikoni, hajde të shkojmë në për lokale ose në ambiente të tjera dhe njerëzit grinden pikërisht për atë që ka ndodhur të vjen në parlament. Dhe të palët, ajo dikotomia, ndarja e palëve kundërshtare, ndjehet pastaj në konfliktet dhe në kafene, po keni parasysh që ata deputetët pasi bëjnë teatr, sepse një pjesë e madhe ajo është teatrokraci, është një pushtet i teatrit që e luajnë politikanët. Po të vini këtu në ambientet empirike të jetës së përditshme do shikoni që ato marrin forma të dhunës së vërtet, të grindjeve, të vrasjeve, të krimeve. Kështu që unë mendoj që politika, edhe pse përveç përgjegjësisë së drejt për drejt, dhe në këtë rast që po diskutojmë ne, absolutisht përgjegjësia është e drejt për drejt. Dhe unë mendoj që prokuroria, në vend që të interesohet vetëm për ata shkeljet e tjera që janë të natyrshme, të gjykohena, shpune e organeve të drejtësisë, gjë e parë që duhet ishte marrë dhe që duhet të merret dhe që ka gabim që s'merret, dhe është përgjegjësia demokratare që s'merret është kush i implikon fëmijët dhe adoleshentët në veprimtari militanteske dhe kriminale. Kush dhe të gjendet ai që është duhet mbajtur përgjegjës. Absolutisht, mbajtur. Kurse fëmijët të lëshohen nga burgu absolutisht, të lëshohen nga qoftë nga penaliteti shoqërimi para burgimi, po. Absolutisht. Nuk janë ata fajtor. Ata janë viktima. Profesor, si mundet që politikën të rinjt ta shohin si shpresë, si shembull dhe jo si një lojë të pisë që ajo bën, qoftë edhe me këto që ju rreshtuat, apo qoftë edhe nga gjua që përdorin kundër njëri tjetrit? Po ju e dini që një nga shkaqet kryesore pse po vazhdojnë të rinjt të emigrojnë, të largohen nga Shqipëria, është e lidhur absolutisht me cilësinë e politikës në këtë vend, me cilësinë e reformave që bën klasa politike në këtë vend. Absolutisht. Një pjesë e madhe të rinjve kanë akoma nuanca të dëshpërimit, kanë ankse, pasiguri, janë të ndodhur në presionet e këtyre formave të alambikuara të nepotizmit, të militantizmit, të krajinarizmit, të fakti që sistemi i vlerave dhe i meritës akoma është i lëkundur në shoqërinë shqiptare, fakti që duhet të kesh patentën e militantit që të sigurosh një vend pune, edhe pse diçka ka ndryshuar, përsëri kjo nuk është në nivelin e duhur. Pra deprimim që në nisje. Dhe absolutisht. Që unë mendoj që ka disa gjëra që duhet rregullohen urgjentisht nëse duam ti motivojmë të rinjt që të qëndrojnë në këtë vend dhe të mos ikin. Sepse në fundit manjeti i perëndimit i shkollës, i shërbimeve sociale, i karrierës, i suksesit, i famës, i paras, andaj është më i konsoliduar tek ne janë në gjendje të tronditur. Dhe kjo të rinjt e kanë busullën dhe indikatorët i kanë shumë të hollë për të kuptuar ritmet e ndryshimit, perspektivën e ndryshimit dhe sa kjo perspektivë është kompatibile me moshën e tyre.
E kuptoj, por a ka ndoshta, duke i marrë të gjitha si një shumatore këto që thoni ju, profesor, a ka një përgjigje ndoshta rinia për këtë politikë që është sot duke mbushur moshën 18 vjeç dhe duke mos ju drejtuar, atë duke që janë më indiferentët nga vota. Pra, kujtoj brezin tim të paktën kur ishim në gjimnaz dhe me zi pristim që të bënin moshën 18 vjeç për të pasur atë kënaqësinë e drejtën e fituar për të votuar. Sot duket një indiferentizëm. A është kjo një përgjigje që vetë rinia jep po kësaj klase politike që kemi, duke mos i shkuar në votime? Reagimi të rinjve duhet parë në dy drejtime. Pari njerë duhet parë shkaku që pse të rinjë mbajnë të qëndrim ndaj politikës. Në fakt, gjenerata Z, që është mosha deri 28 vjeçë, duhet ishte jashtëzakonisht e interesuar për politikën, jo vetëm si të tillë, po edhe për karrierën politike dhe për kontributet politike. Është mosha më vitale, është mosha ku duhet të jetë e përfituar nga politika. Por, në kushtet kur politika shqiptare është e korrapsuar, kur qarkullimi i elitave po thuaj nuk bëhet ose bëhet në mënyrë të ngadalë, kur përzgjedhja e aktorëve kryesorë të politikës dhe niveleve të tjera të politikës është në duart të një njeriu, të krerëve kryesor të partive politike, pra do të thotë që nuk funksionon gara, nuk funksionon rivaliteti, nuk funksionon konkurenca, nuk funksionon sistemi meritës dhe i vlerave. E ky është një helm i madh të cilët të rinjtë sot që e shpreh së pari me një lloj indiferentizmi, me një lloj bojkotimi të zgjedhjeve, dhe fakti që të rinjtë nuk marrin pjesë në zgjedhje, dhe fakti që 90% të moshuarve, 95% të moshuarve janë lënda kryesore elektorale në zgjedhjet e Shqipërisë, dhe që ata janë që vendosin në një farë mënyrë, nuk kam asgjë, të moshuarit kanë të drejtën e tyre, janë qytetarë të këtij vendi, kanë të drejtën të votojnë, janë integralisht brenda të lirive dhe të drejtave të tyre, por fakti që të moshuarit janë aktiv politikisht, ndërsa të rinjtë janë indiferent, kjo tregon që ka diçka që nuk shkon në këtë realitetin tonë social dhe politik. Faleminderit profesor për gjitha mendimet që ndam së bashku, ishte kënaqësi. Faleminderit Marcela, punë të mbar juve. Faleminderit. Nga Marcela Karapança. Mirupafshim.